por 2022, kështu që 3 vite pak, 3 vite e gjysmë. Dakord. Kjo është një formë vendimarrje, si themelues, për të qenë ju gjithmonë në krye të kësaj force politike? Jo, ne kemi bërë 2 kongrese. Në të 2 kongreset jam zgjedhur unë. Në kongresin kemi njërë në 2 vjetë, jemi vetëm e parti që i bëjmë shumë shpesh kongreset tona, besoj kongresin e radhës kemi për ta bërë në muajt në... Se jemi mësuar me gjitha subjekte tjera që nuk ndryshot asnjëherë kryetari, prandaj ju bëra këtë pyetje. Keni parasysh që ne jemi parti e re, 3 vite parti jemi. Prandaj ju pyeta për korrektesë, por sidoqoftë ju nuk do thoni të kundërt. Arsyeja pse unë e kam pranuar 2 herët e tjera për të qenë kryetari i partisë ka qenë një lloj nevoje për ta bërë më shumë të njohur lëvizjen bashkë. Kam qenë kam pas profil më të lartë publik se sa të tjerë bashkëpunëtorë të mi në lëvizjen bashkë, kështu që kryetarllëku në lëvizjen bashkë është barë, është përgjegjësi, nuk është privilegj, unë nuk kam asnjë drejt me statut që të marr vendime pa pyetur të tjera, domethënë çdo vendim merret në mënyrë kolegjiale, edhe në frymën e përditshme, po edhe në sipas statutit edhe rregullave tona të brendshme. Kështu që në këtë sens sigurisht më kanë propozuar për të qenë kandidati për kryetar bashkie nga lëvizja bashkë, sepse e kemi pas edhe një lloj avantazhi, çdo të thënë avantazh. Duke qenë se unë nuk jam në kuvendin e Shqipërisë, e kam pas mundësinë për të kandiduar. Po të isha deputet në kuvendit të Shqipërisë, mbase do ishte më e vështirë për shkak se do duhet të dorëzoja një mandat për cilin do më kishin vetbësuar qytetarët për kërkuar diçka tjetër. Kështu që sa kohë nuk jam në kuvendin e Shqipërisë, ka qenë një arsye më shumë për të vazhduar garën për Bashkinë e Tiranës. E kam bërë një herë këtë përvojë, në 2023, ka qenë ndoshta përvoja më e mirë që kemi pasur, në kuptimin e popularitetit, e entuziazmit e pozitivitetit. E njoh qytetin tim në çdo pore të vetëm, sepse jo vetëm jetoj në të, po e përjetoj për ditë Tiranën, dhe meqense e jetoj e përjetoj Tiranën si gjithë qytetarët e saj dhe nuk jam në një planet tjetër siç janë zakonisht ata që kryesojnë institucionet në Shqipëri, e vuaj mungesën e shërbimeve dhe kam dhe idenë që Tirana mund bëhet qyteti jetueshëm vetëm nëse bëhet për të gjithë. Jo vetëm nëse bëhet e tillë për politikanët, për oligarkët, për njerëzit e pushtetshëm në përgjithësi. Dua t'ju kujtoj që imagjinoni ne jemi një kryeqytet, kryeministri i të cilit, kryeqytet dhe i vendit, jeton në pyll, në mal, në periferi të qytetit dhe nuk ndan fatin e bashkëqytetarëve të vet, për një jam i sigurt, si në karrierën time politike, si në jetën time pas politike, se gjithçka mund të ndodh, unë gjithmonë do jetoj mes qytetarëve të Tiranës, ky është horizonti im urban, ky është qyteti im dhe përpasoj sistem nga që e vuaj qytetin, mendoj dhe në mënyrë praktike për zgjidhjet. Po të them një rast me cilin përballem në përditshmërinë time. Kam 2 fëmijë të vegjël, po bëhen 11 vjeç, edhe dua shumë të luaj me top me ta. Dhe nuk ka asnjë vend ku mund të luash me top me fëmijët. As futboll, as basketbol. Është vetëm një kosh që ka ndërtuar një biznes, më duket, si dhuratë tek përballë piramidës, nëse keni vënë re. Ai është vetëm një kosh i lirë që mund të jesh qytet. Në çdo kosh tjetër ti duhet të paguash, sepse janë ose brenda oborreve të shkollës, ose janë ca kosha që bashkia e ka rrethuar me kangjëlla dhe nxjerr lek nga kalamajt që duan të luajnë me top. Dhe ato kosha po të shkosh, në 99% rasteve janë të zbrazët, pra nuk luan njërin to. Dhe shtrohet pyetja, pse dreqin Bashkia e Tiranës nuk i rrëzon hekurat dhe nuk i hap kosha, dhe ato pak fusha që ka, se në Shqipëri, në Tiranë, duhet një plan i mirëfillt. Si ka mundësi që nuk i hap që të luajnë fëmijët, që të luajnë adoleshentët? Dhe shumë e thjeshtë për të bërë, bjafton të rrëzohen kangjëllat. Se jam në limite, dhe një pyetje të fundit, në raport me kundërshtarët tuaj të mundshëm, Erion Braçe ka shprehur dëshirën për të qenë kandidat i mundshëm socialist, keni patur akuza për disa prej socialistëve në qeveri dhe jo vetëm. Erion Braçe do të ishte një sfidë e shtuar për ju? Jo. Për mendimin tim, kushdo që të kandidoj nga Partia Socialiste është kandidati Edi Ramës dhe Edi Rama praktikisht, unë mendoj që i ka kastruar politikisht gjithë përfaqësuesit e PS-s. Pra kushdo që do të marrë vullin e Ramës, do të mbaj përgjegjësitë e Ramës. Nuk mund dal njeri të bëjë si burri i mirë apo gruaja e mirë, ndërkohë që është kandidati i Ramës dhe i Partisë Ramës, i Partisë oligarkëve, i Partisë hajdutëve, ta themi kështu, në fletën e votimit, sikundër kushdo që dal nga kopshti i Sali Berishës do të mbarë të gjitha përgjegjësitë e Sali Berishës në histori bashkëkohore të Shqipërisë. Në këtë sens, unë mendoj që cilët do të jenë formalisht kandidatë përballë meje, kandidatë real do të jenë Edi Rama me Sali Berishën, sigurisht duke përdorur
zëvendësuesit e tyre formal. Do të kemi mundësi të diskutojmë së bashku ndoshta në të tjera ditë kur të afrojë ndoshta edhe momenti final, por pse jo edhe më herët në varësi të zhvillimit. Faleminderit shumë për prezencën. Ishte kënaqësi. Mirë, do të kemi mundësi